Kemi diskutuar për çështjen e dekriminalizimit. Ju e dini tashmë që opozita ka paraqitur një platformë të saktë. Her mbas here edhe në takimet e mëparshme kryeministri është munduar të sfidojë duke kërkuar propozime konkrete për reformat e caktuara. Këtë radhë po e sfidojmë ne, nesër në Komisionin për dekriminalizimin, në rast se do të kenë vullnetin politik, kam përpara një platformë me propozime konkrete, me ndryshime konkrete kushtetuese, në përputhje me standardet më të mira evropiane dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të bërë të mundur pastrimin jo vetëm të parlamentit nga krimi, por dhe të administratës publike, të zgjedhurëve vendor, për të parandaluar të tjerët për të zgjedhur, por duke filluar nga kjo situatë në të cilën gjendemi. Në rast se qeveria dhe maggjoranca do të ketë nesër propozime për të sjellë në këtë tryezë, sigurisht do të diskutohen, por kam frikë se për sa kohë kanë të vështirë që të artikulojnë dhe fjalën dekriminalizim, nuk do të sjellin asnjë propozim konkret, megjithatë qofsha e gabuar.